Atmosfera e festave të fundvitit ka trokitur edhe në Lezhë. I gjithë qyteti është veshur me dekorin festiv, ndërsa ndezja e dritave u bë përmes një ceremonie të veçantë në lulishten para memorialit të Gjergj Kastriotit. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, gëzuar! Në ritmin e bandos frymore të qytetit, fëmijë të shumt parakaluan drejt qendrës së festës, ndërsa për të pranishmit ishte organizuar edhe një aktivitet artistik me këngë dhe valle. Pjesë e festës u bën qindra qytetar, të cilët ju gëzuan atmosferës së krijuar. Na pret, baba gjyshi po na pret, poshtë të nëse tra nuk ka qet. Në këtë natë festive, kryebashkiaku Pirin Dreu, ndërsa uroi të gjithë qytetarët, tha se ky qytet vazhdon të rritet e të ndryshojë. Le shpresojmë se këto drita janë drita shprese, dashurie, shëndeti për gjithkënd për jush. Është një ditë e madhe, është një kohë për ta uru Krishtinën dhe vitin e ri, për gjithë secilin, shëndet, marrësi, gjithë fëmijët në familjet tuaja. Po bëjmë gjëra akoma më të mira dhe Lezhë me potencial të jashtëzakonshëm, me njerëz të jashtëzakonshëm, do ketë zhvillim të jashtëzakonshëm. Atmosfera magjike me zbukurime dhe drita shumë ngjyrëshe të shoqëron në të gjithë qytetin, ndërsa qendra e festimeve do të jetë zona pranë memorialit të Skënderbeut, ku gjatë gjithë muajit dhjetor janë planifikuar të organizohen një sër aktivitetesh.